është e jashtëzakonshme mbështetja e shoqës tëm ndaj meje, domethënë ndaj çdo pune, projekti që e kam bën, e kam pas mbështetjen kryesor, edhe besoj shumë 100% që mos me kon ajo ndoshta nuk kisha rritë që tu ku jam, se lu në rol shumë edhe mbështetja e partnerit, se sa të mbështet në qatë drejtim. Se ti kur si e mirë me njërin e zemrës, nuk je mirë me kurrë. Po në momentin që të ka thonë familjari ashtu, do më thonë ti ke qenë një djallë i lastum, apo avanturist ta quaj? Jo, unë... Që nuk e kanë imagjinu që ti nesër do t'jesh i martuar. Po jam konë gjithmonë shumë aktiv, do më thonë mas punëve gjithë kohën, edhe të ushtru të në kohën, në formë të mirë, edhe fizike, edhe kështu për shembull, kam qenë i lëviz shumë, saktë në vende të ndryshme, edhe tash një person që është më në moshë, e akcepton atë mënyrë që ky është i ri, është që thonë ai fjala kur rafsha mos u vrafsha, edhe ka thonë që nuk ma merr mendja që mundet me gjetë një shok tjetër në çet moshë se është lëvizje të kohën. Po unë thash njëri kur e din çapo don edhe din ku don me mrri, atër arrin edhe mi zgjidh njerëz që do mi posafër edhe me mrinj atje ku po don.